Në Francën në fillimit të shekullit të 20, laureati Nobelit Romain Rolland shpalli simfoninë Oda e Gëzimit si sonetën e madhe humaniste për vllazërinë e të gjithë njerëzve, madje u quajt Marsejeza e njerëzimit. Teksa sot në mëngjes u përgatitesha për këtë talking point, të dhënat ende të pabotuara të edicionit të ri të Barometrit Ballkanit, na hoqën pak nga ai gëzimi i zakonshëm. Sepse për fat të keq të dhënat tregojnë një rënje të mëtejshme të mbështetjes së qytetarëve të Ballkanit Perëndimor për antarësimin në BE. Mos u trëmni dhe mos më keq kuptoni. Me 54% të qytetarëve të Ballkanit Perëndimor që mbështesin antarësimin në Bashkimin Evropian, mbështetja ende mbetet e favorshme dhe e lartë për gjithë rajonin. Por një rënje prej 8 pikësh që nga viti 2021 është një kujtesë e fortë e frustracionit dhe mërzitjeve që shumë ndjejmë për ritmin e përparimit në këtë proces, si dhe domosdoshmërisht një thirrje për veprim. Lajmi i mirë është se përqindja e atyre që mendojnë se antarësimi në Europë nuk do të ndodhë asnjëherë ra me 5%, pra nga 23 në 18%. Ndryshe, optimizmi është aty, por vjen gjithmonë pak me më shumë vështirësi. Ballkani Perëndimor ka bërë një rrugë të gjatë 2 dekadave të fundit. Megjithatë, zhvillimi i potencialit të rajonit kërkon burime të reja, dinamizëm, transformim për të kapërcyer sfidat e thella sociale, institucionale, pse jo dhe ato mjedisore. Dhe sigurisht që zhvillimi nuk vjen vetëm me para dhe as vetëm antarësim në treg, sepse Europa në fund të ditës është ai klubi dhe seti i vlerave të cilën ne e kemi përqafuar si të tillë. Prandaj, përveç angazhimit dhe domosdoshmërisë për të thelluar reformat në vendet tona, ju e dini më mirë se sa unë, luftën kundër korrupsionit, respektimin e të drejtave të njerëzit, zbatimin e ligjit. Ne kemi nevojë të domosdoshme për të jetuar më mirë aty ku gjithë jetojmë sot. Kështu që sot në këtë ditë të Europës, le të mos e kemi mendjen vetëm për tundur flamujt apo për të parë se sa të bukur janë fishet zjarrit, por për të menduar se çfarë duhet të bëjmë më shumë dhe se sa përgjegjësi ka secili prej nesh për të ndërtuar atë që i duhet, standardet më të mira në vendin ku jetojmë. Një Europë e përqendruar dhe me fokus tek njerëzit, por nga ana tjetër dhe reformuar, edhe rigjallëruar, edhe gjithëpërfshirëse me Ballkanin Perëndimor të integruar plotësisht në të, përfaqëson investimin optimal në paqen dhe sigurinë për të gjithë kontinentin. Dhe ndërsa ne festojmë ditën e Europës, Europa përgatitet për zgjedhjet e ardhshme. Ne nuk na ngele gjë tjetër veçse të shprehim urimet tona më të mira për fitoren e forcave të përgjegjshme dhe përparimtare. Ndaj të dashur miq apo bashkëkombësit tanë kudo që jeni në Europë, por dhe miqt europian, mendoni pak më shumë pozitivisht në momentin që do të hidhni një vot në zgjedhjet europiane. Edhe për gjithë ne që këndojmë odën e gëzimit, të dehur nga zjarri guxojmë të hymë, o i shenjtë brenda faltores tënde. Urime për një Europë më të fortë dhe të bashkuar.